Ora vazhdo. Prishe ushqimin dhe burrash. Për kokë gocës. Ti prish ushqimin, unë dal tani nga kjo shtëpi. O mirë. Largo pra. O mirë. Largo. Largo. Ka drejtë me sheka Largo. Ishte se kontrollon Selina apo jo? Jo për Selin i foli fjalë. I foli fjalë. Se ka marrë me primin atë. Po jo se Selin nuk është idiote për Beko, e? Rregull. Ai është idiot. Ti sa bëj me primin atëre ka drejtë. Munda prish ushqimin e ignorant. O Selin do me prish ushqimin, o Selin me kokunje, do me prek mirin. Do me prish. Po unë dal nga shtëpia me ky ashtu këm gol. Jo të largo ta shoh ja prish apo jo. Po pse i bën këto gjëra? Si mendon? U çu Selin nga gjumi për ty. Mbaroj. Es tani. Vutre diçka dhe ju? Unë vura re dy gjëra të kjo video. Tanin dhe Selin. Ta nisim nga fundi. Selin si fillim bën mirë që nuk e lë situatën të agravohet. Sepse normalisht kështu do të bëjë çdo lojtar i Big Brotherit që kur shikon një situatë të agravuar mes dy tjerëve, të mos e lërë të ndodh, si rezultat t'ia lërë publikut në dorë se kë do të nxjerr nga shtëpia edhe kë do të mbajnë në shtëpi. Por nga ana tjetër, shumë mirë pra që bën këtë, por nga ana tjetër bjen sy diçka tjetër, që Selin nuk e do mirin jashtë shtëpisë. Selin e do mirin në shtëpi me patjetër. Dhe kjo është arsyeja që Selin është zgjuar nga gjumi, alarmuar se mund të ikë miri nga shtëpia pasi zuri be. Po pse Selin e bën këtë? Pse Selin e bën këtë pikrisht në këtë moment kur ajo ka në nominim Gimbon me Brikenën, sidomos Gimbon, dhe ka shumë mundësi për shkak t'i dal Gimbo sot, po ja fuskot, pse ajo nuk e lë këtë situatë ta agravojë që të ikë miri dhe mund të prishet nominimin dhe Gimbo të rinë në shtëpi. Ajo nuk e lë këtë, sepse ajo më shumë se Gimbon do mirin në shtëpi dhe kjo është pak po e sigurt. Dhe okay, mirë bën, se mbase e kalojnë me te, po të paktën të mos jetë pa vërtet kur thot e nominoj mirin, nuk e dua në shtëpi, dua që ai të ikë kështu me radhë. Këtu të jemi të qartë. Pra, Selin përfundimisht e do mirin në shtëpi me çdo kusht për sa kohë të jetë edhe ajo aty në shtëpi. Nga ana tjetër Tani më bën përshtypje që Tani ka hyrë në lojë fuqishëm. Tani mirë, keq, egër, pastër, bukur, pisë, s'ka rëndësi kjo, këtë e vendos publiku, por Tanin po e shikojmë në një super aktivitet të kohë, me argumentat e veta dhe me provokimet e veta. Pra ka shkuar deri në atë pikë sa i potenton t'i provokoj banorët e tjerë që mundësisht të dalin vetë nga shtëpia pa pritur ndonjë televotim. Pra janë këto dy personazhe që më bën përshtypje te kjo video, pra Tani që ka hyrë në lojë dhe Selin që do mirin me çdo kush në atë lojë dhe nuk do ta lërë të ikë nga shtëpia. Edhe pse ikja e mirit mund të shpëtonte Gimbon. Ajo se çka kokën.